Dhe jemi në ndeshje? Po qa teme? Një tem që do t'ju bëjt të dridheni, se duket sikur s'ju prek, po do ju prek e vashavesh. Jo, se të gjithë ankohen, të gjithë ankohen. Punëtorët e huaj, punonjësit e huaj, mirë keq. Jo, vëndas dhe të huaj, se s'është punët huaj. Se s'kemi as vëndas as të huaj. Huajt janë kryesorja njerë. S'kemi vëndas, nuk na pëlqen të huajt, na vinë të huajt, nuk përshtatemi me të huajt, themi vëndasit nuk bëjnë. Po ju gjëndet karari ju si për marsve. Po me këtë do ta diskutojmë. Florian Zek jam, një miki dashuris, falemderi që jeni miki joni gjithmonë, falemderi që jeni sot me ne. Emisioni ma simpatik. E dim, këtë na falni ju tjerët, po këtë e dim. Gerti Metani, një pedagog i shkëlqyer i Uetit, i merret me çështje të sigurisë, me shumë çështje tjera, miki studios ton, e ëngri virozën, që vjen gjithmonë. Kaq është detyra jon, ti bëjmë njerëzit të vinë prapë. Është kënaqësi. Dhe rikthehet Olti Rumbullaku, një pedagog i dashur shumë për mua, po edhe për Ornelën gjithashtu. Miki dashur i studios Bardhazi, ai tani ka një fat shumë të madh që është këtu në një botë tjetër paralele. Jam punëtor i huaj dhe unë. Punëtor i huaj, po këtu. Po këtu, po. Mirë, unë mendoj se ky vit ka filluar ta ndjej atë nevojën, pra biznesi që vitin e kaluar filloi po lëngonte, nuk kemi punëtor, nuk kemi punonjës, i hodhëm pak syt këtej nga India, pastaj indianët na pëlqyen. Pastaj i hodhëm syt nga filipinezët, pam që dhe filipinezët marifetet i kishin mësuar. Dinin spanjisht ata? Jo, s'dinin spanjisht, po e linin punën dhe hiknin, kështu që e përdorën Shqipërinë si trampolin të mirë, dhe pastaj pam dhe kuptuam që jemi edhe racist. Pra s'na pëlqejnë ata njerëzit me ngjyrën. Pra edhe duam punëtor, edhe duam kështu, edhe duam ashtu, dhe s'dim ç'a duam. Tani qa doni ju si për marsit që s'po merreni vesh? Qa doni ju që duam me? Është e shprej popullore, dhe ashtu, po. Jo se them do të thuj. Jo, se them do të. Qika, nevoje për... Pse jeni racista njerë? A doni punëtor, a doni njerëz t'i mbanin krevat? Qika, ne nuk mund t'jemi racist, sepse ne... Po jeni racista, nuk i pranoni punëtorët me ngjyrë. Thoni nuk i dua me ngjyrë. Edhe doni punëtor dhe nuk i doni me ngjyrë. Vënde se universitetet sot po janë plot me indian. Po ju i mbushët me indian njerë, edhe po ju plas buza me ata indianët se ja u kërkojnë llogarinë deri një. Jo vetëm, Bangladeshi, vendet e tjera. A jeni bërë pishman? Se janë studentë shkëlqyer. Janë studentë shkëlqyer, do jenë infermier të arshëm. E di si e kërkojnë atë orientimin e karrierës ata, më mirë se që bëni ju. Absolutisht, shumë mirë që e kërkojnë. Edhe më lartë do jenë. Jo. Jo. Mirë, oke. Jo, nuk e di ku ka dalë kjo opinion që ne jemi racist. Të gjithë mo, jo, po nuk e dua me ngjyrë. Po jam një unë këtu. Mirë, oke, hajde, ndryshoj çik opinionin. Atëherë, eksperiencat kanë qenë të ndryshme. Nevoja për punëtor të huaj nuk është ka lind sot, ka qenë 2019-ën. Pandemia ndërpreu pak. Pastaj duke qenë se është një fenomen i ri, ka pas ato sukseset dhe dështimet. Unë kam kolegët mi që kanë... Ti ke marrë në njërë të huaj, nise nga vetja, lëri kolegët. Unë nuk kam marrë nga... Pse s'ke eksperimentuar, ke patur frikë, qa ke patur? Jo, është çështje akomodimi. Unë kam problem akomodimin. Në zonën ku ndodhet kompania ime, është problem akomodimi. Ku ndodhet kompania? Rruga 5 Maj. Rrugën 5 Maj kanë shku qerat e garsonierëve 500 euro, nuk të leverdis. Garsoniera 500 euro? Po pse nuk i lë dot ke fresku për shkakun dhe ti marrësh atje? Hodhet e fresku 1.6. Edhe 1.6. Është problem. Ato që kanë pas sukses në këtë, janë ato kompanitë që kanë pas kapanonin, e kanë adaptu, kanë nda me gips, e kanë adaptu me guzhinë. Se të zhduk me kushtet përshtatshme jetese këto kapanona, Olti? Jo. Për mua është një qasje jo e plot, ose mangët e gjithi... Pra, a e din qa duan këta si për marsit njërë? Po, është një qasje e mangët, sepse nuk është vetëm pjesa e biznesit, është pjesa e gjithë komunitetit e qeverisit, e programit plot të akomodimit dhe të integrimit tyre. Sa kam kuptuar unë, ata shihen vetëm si punonjës beqar me një moshë caktuar, ndërko si shihemi ne, si shihen shqiptarët apo Maqedonasit, apo shqiptarët e Kosovës në Sloveni apo Kroaci, një sy krejt tjetë, nuk po flasë për shqiptarët e Shqipërisë se çfarë shkojnë në Kroaci apo Sloveni, po le të themi si shihen shqiptarët si emigrantë në vendet e tjera, po thua dhe si shohim ne emigrantët e huaj brenda vendit. Për të integruar, për të integruar. Po si jemi parë në Greqi, ata tha Flori. Po pra, si jemi parë në Greqi. Për fëmijët e tyre që të shkojnë në shkolla, e gjitha tjera, jo po flas, e gjithë çështja është e kufizuar. Pra, shihet vetëm procesi për të ardhur në Shqipëri,
dhe nuk shihet procesi se si duhet i granosh në shoqërinë shqiptare. Fëmijët e tyre, pra nuk janë individ... Po kush duhet ta bëj këtë tani sipërmarrësi, se po e kërkojmë nga sipërmarrësi? Ja vetëm një sekond. Po pra, se mungon qasje plot. Po pse kush do ta bëj këtë? Sipërmarrësi... Unë kam kërku punëtorë që mos keni penjim familjare, mos keni vjerë, mos keni kunat. Edhe kjo është gabim. Si që gabim, dha? Po pra, sepse në qëfëse ti kërkon... Po se si shkove në Itali unë, u lash familje, hy pas kafet, lash familjen. Që ka e? Atë që kemi banë jetë, po e bajnë këto, për kundërzi, këto po i gjenë. Që për para, unë duhet i bëj kapanonin gati, se duhet për respektatën e punës. Duhet... Po me më nuk janë kafsha ato, se zorin si dera të stafani. Jo, po dhe mjerë ma mirë se që kemi gjetë në kushtet, kemi fjetë në shpjetë të abandonume në Italinë, në përgjeqi. Po ti nuk e fjetë për kapanone, tani të lutëm tani, se në Itali ke fjetë si zotni, edhe në për kape ku keni, po si zotni më ke fjetë. Në 95, 94 kemi fjetë zotni, ku ke qenë të zotni? Tu merë jetë ajo shpreje që ne i bëjmë tjetrit atë që na kam bërë ne. Jo, ke gabim, Tu në Shqipëri kemi dhe njerëz që punojnë minjera që janë kines, pra vinë nga Kina, punojnë në bulqiz, punojnë në fabrikën e çementës, janë njerëz nga Filipinet që punojnë në sektorët e ndryshme në ndërtim, edhe në sidomos në këto shumë pak nga Filipinet në ndërtim, po gjithsesi janë në pjesën e janë tani në kohë të fundit në kompani. Kemi student nga India, kemi nga Nepali, kemi bodyguard amerikan për biznesmen shqiptar, shumë të famshëm madje, që nuk duan as ti mësojnë gjuhën, as ti dinë sekretet. Pra janë gjithë farloj dhe me doj mos, ne kërkojmë që ti rjepim, ti shtryllim, ti marrim... Po tani një sekund, detyra e kujtë është tani, është detyra... Ja. Si që ka të shprejt, ti shqipim të rrjetim... Kush është qëllimi primari një biznesmenit? Maksimizoj fitimin. Maksimizoj fitimin. Shja i zoti bëjë hahengë këtyre punojnës vetë Unë kam një problem, që kostët më rriten për çdo ditë, diku do ta ullësh dhe ullë të punojësit. Kjo është një mënyrë për ta frenu rritjen e kostëve. Për ta ullur, për ta amortizuar. Shfrytëzimi është shumë e rëndë ti thush një biznesmeni. Shiko, ti s'po e merr me zor ato. Ti s'po e bën sklap. Ti po e fton të vijë aty dhe ai pranon. Dhe ti ja thua kushtet. Ajo batuta që bën që nuk ka vjerë, nuk ka kunat, është shumë reale. Ne kemi një problem shumë të madh. Mungesat në punë, 10% çdo biznes i ka të pa arsyetuara. Që vjen nga stafi. Nga stafi. Shiko, nëse flasim me kod pune, i takojnë qa ditë leje. Mërë dhe kunata me të kod pune të jetë. Ato janë pastaj lukë e qishëra që... A i punojës që i punë. U Peru... Olti odhi një... Tani shqiptarët në Greqi shkun me familje. Olti tha me të drejtë që ata të qëndrojnë në Shqipëri. Pak shkun me, le të themi, beqarë. Të shkun për para vujten, pasaj familja nuk vujti. Dhe nuk shkun për kapanone. Me thënë drejtë. Të abandonume kanë fjetë? Ja. Edhe në shtëpi për ke përball një emigrant të shumë. Gjithë kanë shumë. Olti, detyra e kujtë është që ti integroj në komunitetin, në kulturën, në jetën sociale, ekonomike, ta individ, është detyra shtetit dhe është detyra si përmarës. Nëse flasim për njerëz që jetojnë në Shqipëri, ambasadat për kace janë përgjegjëse për jetën e tyre, në koordinimin. Nëse flasim për çështjet që ta bëjmë me shtëpi, ti ofrojmë ndihmat e tjera, sipas legjislacionit shqiptar. Olti, kush do ta ketë këtë detyrë me që se hodhe si? Unë po të them, kjo duhet të jetë qasje e qeverisjes, që do të thotë që duhet të ketë një institucion specifik që të merret me të drejtat e tyre më emigrimi. Po është Ministria e Jashtme. Ska lidhje me Inspektorati punës është për kriteret Ministria e Jashtme. Si të vinë këta, sa janë lehtë e qëndrimit, sa janë lehtë e punës. Ornela, ambasada e Filipineve nga Roma. Njërë në vit, njërë në 6 muj. Po, i mbledh. Dhe ka raport... Edhe disi ankojnë ata filipinezët që na kanë përdunuar pronaret shqiptarë. Ja po ta them unë si ankojnë. Rregull të ankojnë. Ja po ta them unë që pëse do dish realitetin, anën tjetër medaljes. Realitetin, unë s'kes me diti ma mirë së realitetin, ata kanë ba 2 vjeqarin, kanë shku me rinovu. Si pas keme... Jo, qarë ankojnë për të bëjnë që të thëmë për them që interesi ambasadave a shumë i rept. Do të thëmë që ambasada... Kam qenë njerë në Sloveni një takim me dhe të ministrim për kaca ati, e që mere edhe me këtë punë, i një nga gjërat. Dhe në bisedë e sipër, ishte tip sekretari, përgjithshëm atje, a i tha, e nisa pak që po thua që parë, ne kemi tha program të veçantë, për shqiptarët e Kosovës që vinë nga fshati, dhe shqiptarët e Kosovës që vinë nga qyteti. Sepse ka shumë. Ku ishte kjo? Sloveni. Sepse tha kanë profil të ndryshëm. Qartë? Punojnë në
profesionet ndryshme, kanë qasjet ndryshme integrimi. Imagjino tani çfarë detajimi Ministria e Punës e Slovenisë kishte program të veçantë për shqiptarët e Kosovës nga qyteti. Po edhe ne kemi një program, për shumë përqet programi ma jep qik pasaportën se ta jap javës tjetër. Po, edhe ne kemi. Është program që Ju lutem parë zoten. Jo, kjo është e vërtet. Jo, më ju sekond. A keni hyrë në traget? Çfarë do të thotë? Po, kemi hyrë. Po, ato stafi, nga janë, a dini gjë? Tuaj janë. Tuaj. Po, sa herë ulen tokët, a e dini? Njerë në... Po, ku flejnë, a e keni pa? Në traget. Si ju baka për shtypje, pse ato rrinë me nga 2 vjet pa ullë nga anija? Por edhe Katari u ngrit me punën e këtyre, për qatë do përsërisim këto përvojane, ne po shkojmë në Europë, tash duhet standarde tjera. Duhet standarde slovene. Që ti ndryshe duhet ta menaxhosh indianin, filipinezin. Pse ndryshe indianin? Sepse kanë profilet ndryshme, kanë... Për shumë indianët e anë pilafin me shumë erza. Fjetin ja kanë garantu, ushimi ja kanë garantu. Jeta sociale besoj është dimension tjetër, pastaj kushtet e punës, ato janë sipas legjislacionit. Po si mund thush janë pa kalamaj? Po janë pa kalamaj sepse janë persona që bëjnë imigracion me këtë merren në vjetën. Po më shok më. Me këto pastaj kuptojnë që ne na duan, thjesht na duan për momentin. Pra, do me thonë tregun e punës të emigrantëve të huaj, po e deformon interesi i sipërmarrësve shqiptar? Po sepse po mundohen t'i bien shkurt kësaj. Kjo nuk është rrugë shkurtër. Po. Kjo është rrugë gjatë. Vitin tjetër do të hy thika më në palë, vitin tjetër do ulë rasin ta. Ti duhet marrësh një punonjës për 10 vjet. Vitin tjetër do ulë rasin, se s'po e kuptojnë akoma. Ose për 15 vjet. Nuk mund ta marrësh një punonjës 3 vit këy mos bëj kalamaj. Mos preki asnjë gjë. Kush thot mos më bë kalamaj më bu. Po një sekondë ti tani Florida do bëj kalamaj tu, ne s'kemi vend në kopsh për vete. Po jo, shikoj, duhet ta kuptoni. Tani do bëjmë kopsh për këta? Duhet ta kuptoni. Tani që të kuptoj edhe unë, se unë se kuptoj këtë gjë. Vinë me kontrata 1 vjeçare. Kjo është diçka e re për gjithë. Jo, se mund ta bëj edhe kontratën 2 vjeçare ato, po nuk ka bën ti gati. Po kush i tha gjë mos më ashtu? Jo, se duhet ja marrësh shtëpinë për 2 vjet dhe ti s'ja merr. Po pse po e marr për 2 vjetën? Po pse mos ja marrësh, por se do investosh ka i punëtor që ai t'japi për ty. Pse shkon me mentalitetin, dëgjoj, e di çka nuk pranoj diçka që supermarketit, se shkoni me mentalitetin që tha Olti me të drejtë, sot për nesër. Nëse do t'investosh ke fuqia punëtore, do investosh sot për një kohë gjatë. Po patjetër. Që ai të jetë i lidhur. Tani ti ke edhe frikën tjetër që ai punëtor të ikën. Dhe unë ta kuptoj këtë frikë se të ka ikur. Po kam frikë edhe shqiptari me çelidhe ka. Jo, të ka ikur ai, edhe kur ja ke paguar të ka ikur. Po patjetër. Po ky është matrapazlliku i agjensive. E di çfarë bëjnë agjensit? Që ta thotë Ornela, aty se e kam studiuar shumë mirë këtë punë. Agjensit ta sjellin ty punëtorin? Ta lën 3 muaj ty, ja çojnë sipërmarrësi tjetër. Të marrin lek ty, i marrin edhe sipërmarrësi tjetër lek. Kjo është paftyrësia e tyre, kupton? Ka edhe derra. Në gjithë të rëmusat. Jo, ka derra tani, jo. Po të unë po të them, unë njof agjensi... Jo, duke mos qenë të qartë, ato çka doni, kështu keq do orientoheni. Shiko, unë njof agjensi që kanë sjellë me mira, dhe po të them, vetëm qytetin e Shkodrës, në sektorin e fasonerive, janë gati çdo biznes ka të huaj. Dhe ka nga të biznese, që i kanë fillu me filipinezët, janë këthy, kanë të shi nga Myanmari, janë vajza perfekte, kanë marru 2 vjeçare parë dhe duhen të rikthehen, kanë shku në shtëpi, i kanë pagu biletën, kanë shku në shtëpi në Myanmar që s'kushton pak, janë këthy duhen me ballë 2 vjet tjera. Mi ato nuk do rin beqare gjithë jetën në burrë. Po s'u shkam halli beqarlleku do të bëjnë çfarë doin më vonë. Do kush do bëj ta gjejmë burrin kush ta gjë. Duhet mund ta gjetë burrin shqiptar. Po ndoshta ka burrin atje vëlla, s'ka marrë njëri me zor shoku. Mirë, pra është parë thash duhet qasje pak më plot, se nuk mund të jetë qasja 1 vit 2 vjet. Jemi në një trajektore me Oltin, po themi që nuk e keni të qartë kërkesën. Ndoshta nuk ka arrit akoma thikan palës që t'ju dhëmbi, që të kuptoni ku mos ketë fare dhe shqiptarë. Unë e thashë në fillim, nuk me kuptove. Unë kërkoj si biznes, në këtë problematikë të madhe që kemi, unë kërkoj t'i frenoj kostot. Si frenoj kostot? Po si frenoj? Po i sekot pra ma leta bëjë fjalin. E para automatizimi, e dyta një mënyrë e mirë është këto punëtorë, që në shtëpitë e tyre e kanë pagen $50, vinë këtu marrin 7-8 herë më shumë. Bëj një kontratë. Jo, se nuk marrin kaq të Myanmar tani, mund të marrë Egjipti kaq tani, po s'merr Myanmari kaq tani. Ti kërkon edhe punëtor të kualifikuar. Sa merr Myanmari? Po merr Myanmari 300-400 i merr. Jo, s'merr 300 jasë, nuk marrin ti, jo. Nuk vinë ato lese kemi marrë intervista. Me fjalë, Baneta përfundoj. Kemi marrë punëtor informacionin këtu në këtë fushë. Kemi marrë punëtor që me frenu këto kosto. Tajnë me kontratë 1 vjeçare, po deshtën me najtut, të rinë 1 vjet, 2 vjet, por ju thash që janë kushtet e tyre janë shumë më të mira se që krijohen kushtet në Itali, në Greqi. Jo, e ke gabim. Po shko më në Itali, kur kushtet që janë dhe me paga më të larta, që ta kuptosh. Shiko.
Janë dhe me paga më të larta. Kishim fjalë të kushtet e punës, pastaj janë Po dhe kushtet e punës. Po, e di si e respekton italiani rregullin që në një dhomë të rrinë 3 veta dhe jo 4 e 5, si që pusin shqiptarët. Po jo më ku i keses, po të flasë vetëm unë. Si janë kushtet në Itali, lutem, okej, unë dhash mendimin tim. Diferencon nga shtetin dhe pa Në Itali mjafton të deklarësh vendin ku flen vëlla. Kontrollet janë më të rrepta, se nëse flasim këtu për kushtet e punonjësve tuaj, duhet marrim parasysh që këtu s'respektohen kushtet e punonjësve shqiptar. Ato doja të thoja unë, aty shmera ku. Ne po kërkojmë një luftë këtu, po morëm rastin e Slovenisë, po trajtojmë rastin e kapanonave, shtëpive apo po krahasojmë Italinë që jemi larg. Ne kemi akoma persona që vetëm 10 sekonda. Ai Slovenia kur e thret shqiptarin e Kosovës, nuk e thret për një vit. Ai thot mu më duhet 20 vjet. Kjo treg i lirë, kjo treg i lirë. Le ti mësoj fëmijët, le ti bëj dhe kurse shqip, s'ka gjë, po do jetë në shkollë slovene. Po jo më Flor, se kështu të harxhoni më shumë. Ju mendoni se kurseri, kështu harxhoni. Jo, nuk jam unë, kam bën shteti, shteti ndihmon. Ju lutem, a keni pa duke ndërtuar autostradën në Itali, në Gjermani? Kush i ndërton? A keni pa të ndërtu? Po. Kush e ndërton? Keni pa që janë ca kontenjer atje? Jetojmë nga 6 muaj, njerëz janë ato. Janë Gjerman, janë Italian. Sy po për shtypit është ti, pse tjetri pas ka nda, ka panoni me gips, i ka ba kuzhinën, i ka ba banjët, i ka ba... Flasim se nuk respektohen, se rrin nga 5 veta një dhomë, kur duhet rrin 3 veta. Po në kontenjer sa veta rrin? Si, ku t'ju, i ka një banjët për bashkë, dhe mba ratë ke banjë. Po në traget, thashe, ke pasë si jetojnë. Po në burg sa jetojnë. Nela ti po flet për këto punojse, po më duket sikur po flet për pjesën e jugut të Shqipërisë, ndërmije, Njale, Nimar. Po aty është katastrofe dhe shqiptarët që shkojnë atje s'kan asyl për të lartë, domethënë. S'ka që s'ka. Përveç u idetit. Ose më pas kanë na morë shpirtin i herë 6 muaj pas. Flasim për çdo institucion që është i groposur thonë ne, është i korruptuar, është i degraduar. Të kishte këtu inspektoriat pune? Do ishim lule, do ishim Italia, Greqia. Tani kur do ta kuptojnë këta sipërmarrësit se si merret një punonjës, si trajtohet dhe si fitohet më shumë? Është kërkesë ofertë për mua. Pra unë shikoj edhe në favorin e Florit. Jo më e kam marrë me fenu kosto. Ai ofron diçka. Një person pranon, vjen, e merr pagën, i shikon kushtet, lidh marrëveshjet, qëndron. Qofse bie prej atyre abuzimeve që ti the, që janë vepra penale, dhe nuk i denonson, siç është një rast i Kenjës, një vajzë që ka humbur jetën në një kazino dhe ka mistere, qarqe, politike, biznesi që janë përfshirë. Është rasti më i rënd i punojësve tuaj që kanë humbur jetën. Nuk i denoncojnë, nuk merr policia masa, këtu kemi prapë të bëjmë me policinë që nuk funksionon, që e kemi diskutuar. Për sa i përket biznesit, i ofron diçka, tjetri vjen kërkesë ofertë, pse nuk e merr shqiptari, nuk do ta marri. E merr i huaj sepse i pëlqen, sepse e krahason me vendin e vet, pagat më lartë. Por ama këto nuk unë e bëj për ta frenuar kostot. Unë e përmenda pak më parë rastin e studentëve. Pse po mbushen universitetet plot? Jo, s'po mbushen apo plot, Western Balkan, Kuwaiti, plot, Barleti më tash Ka kërkesë. Pra zyrat e ndërkombëtarizimit në çdo universitet po bëjnë punë që të marrin. Po se s'ka, kanë ikur maturantët shqiptar, më çfarë do bëjnë këta? Me çfarë do e mbushin? Sipërmarrje kanë dhe këta. E di sa ka më pak të vit maturant? Ja ofrojnë dhe pranojnë. E di sa ka më pak të vit maturant? Vjet ka patur 7.000? Këtë vit sa duhet këtë? 10.000? Sa ka këtë vit, Olti? Tani, jo, se ti ke qenë edhe funksionar në Ministrinë e Arsimit, i di këto shifra. Paktën diçka filloi atëherë kur isha unë, po gjithsesi tani ka marrë pak më tepër pavarësisht burokracive. Këta student indian ju lejohet të punojnë paralelisht? Me leje qëndrimi. Me leje qëndrimi. Po thash, edhe në të rast është shumë e rëndësishme prapë, edhe mundësia për të nxitur që këta vazhdojnë të punojnë në tregun shqiptar. Unë personalisht për shumë punoj në ekipe ndërkombëtare dhe kam indian, patjetër koleg. Indian, italian, francez, anglez dhe indianët patjetër mbahen shumë për të pjesën e teknologjisë, e informatikës, sepse... Po pse vinë të studion këtu? Janë ofertat e studimit më të lira se në Indi? Tani, nuk është ajo. Është një, pavarësisht se ne nuk e shohim, çfarë binjakëzimi keni bërë? Është një garë, po të them, ne jemi, në këtë pikë, ne jemi në fillim. Po mëse keni marrë, keni mbushur auditorit, keni mbushur 2 klasa. Akoma 1.000. Nga 20 Po pse pak të duken ty? Nuk ka kaluar akoma 1.000. 100.000 atëre flasim. Qofse marrin për indianët, se nëse shikojmë italianët e universitetet caktuara, prej vitesh janë ngulur këtu dhe çfarë ka diplomuar në 3 ciklet. Shtetet që ne as nuk i llogarisim, po duke shfrytzuar atë që
në ato Kemi vende aq kuota më larta. të lira ne, ma thuaj me dy fjalë Olti, pse po rrotullohesh? Nuk po rrotullohen, po them jemi shumë brava te kjo sepse Jo, si jemi, kemi ofertat më të lira të studimit. Patjetër, po Azerbajxhani ka 10.000 studentë huaj. Gjeorgjia ka 20.000. Po. Dhe Armenia dhe janë vende. Ne vendi vogël jemi, nuk presim dot kaq shumë. Aq janë filluar sa punë vend. Aq janë ato. Aq janë. Do fillojmë të fillojë tamam. Kazakistani. Pse shkolla po më thuash më shtrendi Indisë se sa këtu? Jo, do ta shohim pak nga distanca. Si e shohin ata Europën, ne na shohin shumë afër Europës. Po, okay. Po ne mund të derë Europës? Gjeorgjia dhe Armenia, patjetër që indianit mund të thotë që jemi në Europë, po janë në fakt janë tjetër mira kilometra. Olti, un kam një Kjo është ekonomi. Sa paguajnë ata sa studentët shqiptar Olti apo kanë tarifa më njësoj? Un kam një defekt, Olti vetëm te këto agjencitë, sepse ka agjenci, edhe për këtë pjesë ka agjenci. Po për gjithë më ka. Po, patjetër. Ama ka qenë relativisht e vështirë, sepse sistemi thash burokracia atje ka qenë akoma në çik këto njohet e gjërat e. Po vjetu aprovu ligji më. Jo, po them për njohje diploma. Gjërat ka qenë çik të vështira, po janë lehtësu. Po nuk janë lehtësu prapë. Ka mundësi për të. Pra ka akoma burokraci. Po, ka burokraci, pjesën edhe vizave gjëra të tjera. Flas ka burokraci në raport me këto vendet e tjera. Flas gjithmonë Azerbajxhan, po ky pjesa që ne po konkurrojmë tani. Okej. Dhe në këtë patjetër unë e shoh si treg të rëndësishëm, e para mbani rivitalizon pak universitetet, duhet të ja për shembull, një sekond, meqense po e thua këtë dhe keni bërë shumë mirë ju. Çfarë pune po bëni për integrimin e tyre në jetën sociale, kulturore? I angazhoni ju si universitet pa përmendur emrin se kemi shumë respekt për atë drejtuesin tuaj, po. Olti nuk është po. Jam në universitet, po flas për pjesën patjetër është e rëndësishme që çfarë bëjnë ke Ky është vetëm fillimi, mund të them një gjë Olti se shumë e rëndësishme, të lutem. Është një shko, ka një defekt që duhet rregulluar urgjentisht me punonjësit e huaj. Duhet të fillojnë të pinë çikuj lajthiza. Po, patjetër. Se kam përshtypjen që nuk e din këtë. Nuk e din, Se kanë mësuar akoma i laçin. Edhe duhet bërë edhe gëzuar me lajthiza. Nuk e din këtë që është të pastron. Ju si universitet e keni këtë aftësi edhe për tu. Ideja është që ato integrohen plotësisht në kampusin universitar, marrin pjesë në klubet studentore, kanë marrëdhënie shumë të afërta me pedagogët, siç kanë gjithë studentët e tjerë, leksionet, seminare dhe gjithë praktikat e mundshme i bëjnë në gjuhën angleze, pra një gjuhë ndërkombëtare që i shërben gjithëve. Në këtë mënyrë i hapet mundësia edhe studentëve të tjerë që ta ndjekin programin në gjuhën angleze. Po tani është një gjuhë të huaj. Ka mbaruar ajo koha kur Shqipëria ishte si vendi trampolinës dhe pikërisht një pjesë mirë e shqiptar, e egyptianëve, indianëve, ose indianët jo, po kryesisht edhe filipinezët e kanë parë si vend. Do dallojmë trafikun nga Bangladeshi është në blacklist, që ta kuptojmë. Nepali është në blacklist. Afganistani ishte Këto të dyja janë në blacklist, nuk hynë më. Të tregoj një histori interesante me një djalë nga Bangladesh. Ka ardhur, kanë ikë gjithë. Rastisëm vjen BBC-ja në Shqipëri para një viti në një mjedis, bën një konferencë me disa të ftuar nga spektri politik, edhe normalisht publik i hapur. Në fund bëhet një sesion pyetje-përgjigje, merr fjalën një djalë nga Bangladeshi, edhe çuditet moderatori, dhe thotë, po ti, thotë, unë jam imigrant këtu dhe po punoj, thotë, dhe vazhdon jep leksione për gjëra që nuk funksiononin në Shqipëri. Dhe llogaritë vjen një person i huaj që shikon për aq pak kohë dhe kupton që këtu gjërat nuk shkojnë. Dhe ai vinte nga një vend që gjërat nuk shkonin, por ishte ajo vala e protestave dhe e hedhjes së drejtuesve atje në Bangladesh që arritën të merrnin pastaj kontrollin me anë të laureatëve të personet që kishte fituar një çmim Nobel. A mjafton ti shpallin vetëm në blacklist këto vende që e kanë shfrytzuar Shqipërinë si vend trampoline për të shkuar drejt vendeve tjera? Është individuale më tepër se sa kolektive. Çfarë pune duhet bëj shteti shqiptar që ti mbrojë sipërmarrësit? Por kush antitrafiku njerëzu? Sepse ka me 10 sipërmarrës që kanë paguar legët se nuk paguajnë dhe pak lekë. Më kanë shkollën polici. Po. Dhe kanë ngelur në fund të ditës pa punëtor. Jo, kanë bajtë dhe përgjegjësi për punëtorin, çka ikë? Po, përveç asaj kanë shkuar, kanë bajtur dhe përgjegjësi, vërtet. Më parë, është plani veçantë, duhet të jetë një plan i veçantë me çdo shtet në cilin ti po pret fluks. Ka filluar përpjekjet e para. Patjetër ka takime, ka. Ama se ka 3 vjet kjo marrëveshja me Filipinet se u bë që kur ishim ne në një udhtim, edhe nuk po çohet përpara. Është gati marrëveshja me Indonezinë edhe nuk po shtyhet përpara. Domethënë, ky shteti sikur hecën me paterica, jo me. Si me vetëm ne që kërkojmë. Po të ishte një marrëveshje mes dy ministrive,
edhe biznes do ishte më i sigurt, edhe punë do shkoshin më mirë. Ajo që u tha marrëveshje me Filipinët, do kishte qenë shumë më mirë, se nuk e lënë më përplas në para agjenci. Është gati më. Po Zekia, e kam si merak këtë, mos na prishin punë këta që vinë. Se më na shpopullojnë, ne po ikim vetë që këtu, dhe këta që vinë duam të rinë. Nuk integrohen me ne ata, nuk... Po pra, këtë po them, ne po ikim ne. Shiko, ti ke një komunitet kinez, tek tregu, që është kinez. Nuk janë integru. Nuk integrohen me ne. Kaq vite nuk janë integruar. Nuk integrohen, nuk është ne. Edhe këto që vinë me kontat për të rikthy. Kështu që është nuk është. Po mos na prishin punë ova se po dëmtojnë interesat e shqiptarët ata. Po mbas edhe bëhen më keq bën? Po se mos pse ideja është këtu, që duke ikur të rinjt nga Shqipëria, edhe ne themi hajde se marrim na këta këtej. Këta këtej na prishin punë ne, në vend që të kthehen të rinjt, po ikim të rinjt më shumë. Shiko, këto që vinë, pak të niveli këtyre që vinë tek fasonerit, nuk është në nivel që mund na prishin. Jo, ato fasoneri duhen mbyll krejtjerë. Se në mënyrën se si është shfrytëzimi më i madh i fuqisë. Jo, duhet mbyll. Ju e para poso revolucionalizuat brenda vetes që ta shfrytëzoni atë fuqi punëtore, jo për sklavërim. Te kanë bën ftesë 20 herë. Hajde tek kompania ime, hajde herë. Edhe shive se si rrafin gratë kanë qenë pikë mjesit. Fasonerit, sklavëria e kohëve moderne duhet të revolucionalizohet, domethënë duhet të ndryshojë. Ju pos ndryshuat së brendshmi, nuk ndryshojë së jashtëm. Nuk do ju qëndroj asnjë punëtor. Po mirë, unë kam punëtor, çfarë bëj tash? Unë kam 20 vjet që unë i rreth punëtorët. Si rreth? Me kam zhik dhe kam... Po, me kam zhik për të ditë, nuk e di pëse më rrinë ato mu. Po pas kam frikat atëre. Po se di pra, po që është këmë habet të këtë. Ose për ata që se kuptojnë është një humor. është një humor, se nuk i re me kam zhiku, se ka një metod tjetër. Futja e makinerive të reja, që të zëvëndsoj deri diku, atë që e bën njeriu. Jo, me zëvëndsume, është puna që... Automatizimi, pa tjetër. Automatizimi, kjo është ajo që duhet të ndryshoj industrie, po, digitalizimi, edhe këthimi në rritja profesionale e stafit. Pa tjetër. Në e-Albania. Kjo është revolucionalizim. Kam zhikun e ma, duhet ta majmë. Kam zhikun, e këto që ike. Jo, e kam pashaka, mas ma trajtove që ka të punë e pashaportës, që ma ep që pashaportën të hapi javës tjetër. Shiko, nuk... Jo, kjo është penale pastaj, nuk mund t'i mbaj askush pashaportën as kërkuj. Shiko, ata kur du në kanë ardhë me 2 pasaporta. Jo, po edhe ju si për Marsit bëni shkelje juridike, s'mund t'i mbani pashaportën. Unë nuk e di ta kënë majtë kush pasaporte. Po ku e diti që e këtë kërë rionit? Jo. Jo, s'ma thaj, unë e di nga burime tjera. Nga Ornella ose nga Nojtjera. Ata që kanë ardhë me destinacion për tik, ata kanë ardhë me 2 pasaporte, që nuk është problema e punë. T'japin ato të skaduarën? Ata s'kanë fare as nevoj për pasaport, po të shikonit këtë verë, ku në gjithëshe ke pjesa e dërmiut sipër, i kishe gjithë filipinezët me valigje, dhe as kishe roba fare aty, vetëm për tikure, kupton? Unë isha të djelën në Shkodrës, jam nga Shkodra, edhe kam qef me bate pedonalen, dite me djelë, ato Shkodranë gjithë në rrugë, sikur s'kanë shtëpia. Në mes të pedonales, po ishin këto gocat nga, më duken filipineze. Ose janë komunitet, rimbashka. Komunitet, ishin 5-6 goca, duke ba foto, ishin vesh për smarit, dhe kishe lezet. Po, nuk duke se ishte rrah njëri jetë. Ja, ato do jenë nga ato që punojnë Malzi, kanë arë për turizm. Mirë. Se isha në Malzi, isha për skigjo, po sa zëza kam pa në Kolashin. Po si janë racista ta, këta janë racista. Këta nuk i dun. Afrikan, Kamerusa, nuk i dun këta, se janë racista. Dun punëtor, po i dun të barë. Për ma tepër, një popull që e ka vujt e migracionin, nuk mund t'i trajtoj kështë tjerë. Dhe këtoj po jep me siguri 100%. Po ku pjot shqiptarja. Unë ka përshtype që jemi matë pritur se shumë vende rreth rrotull, s'po them ato vendet me eftofta me -20. Mesazhe. Kemi një mesazh që mund t'jetë edhe jashtë teme, edhe brenda teme, edhe si të doni ju, po një mesazh i shkurtër. Me qënë se është edhe tema e tillë, unë e kisha pak mesazhin për të rinj, me thënë drejtën. Me qënë se poshtohen edhe student huaj, edhe normalisht dhe punëtorët huaj, po sidomos student huaj, në mënyrë që edhe kompanit, jo vetëm kompanit fason, po sidomos kompanit e cilat janë profesione teknologjike dhe gjitha tjera të kenë fuqi punëtori, vetëm shqiptare, po të huaj në gjithë, duhet të jemi pa tjetër, sidomos të rinjt, shumë mikpritës, me ata kolegë që kanë ardhur, kanë zgjedhur të studiojnë Shqipëri, në mënyrë që ato të kenë mundësi edhe të punojnë në Shqipëri. Sepse në qoftë se ato punojnë në Shqipëri, pa tjetër, mirë do jetë edhe për kolegët e tyre studentë shqiptarë. Punojnë bashkë, ashtu siç punojnë bashkë edhe në Europë. Po, faleminderit Tol. Flor?
unë kishe një mesazh që ka lidhje edhe me punësimin, me çështjen e integrimit. Ne për pak kohë ne përgatitemi me hyrje në Europë. Por që problemi është me hyrje në Europë, po do hyjmë në Europë me armë pa barabarta. Do hyjmë në Europë as me standarde si të Europës, as me kushte për punëtorët që thoni normalisht që e themi gjithë, dhe këtu kam përshtypjen që duhet të jetë roli dhe dora e qeverisë në radhë parë, por edhe gjithë shoqërisë. Sepse ne do shkojmë në Europë, do përballemi me paga tjera, standarde tjera pune, standarde tjera jetese që duhet t'i respektojmë. Kështu që unë kam përshtypjen që është një sfidë jashtëzakonisht e madhe dhe problemi është që mos të ngecim tek eksperiencat e këqija që kanë pas vende tjera si Rumania, Bullgaria, që në moment që kanë hyrë në Europë, ata kanë pas një impakt shumë të keq. Do i bësh një thirrje sipërmarrësve shqiptar mos janë racista? Unë i bëj thirrje sipërmarrësve shqiptar që janë më të ndërumit, që normalisht i marrin barrën e ekonomisë shqiptare, pavarësisht se nuk shpërblehen për aq sa punojnë. I bëj thirrje që punëtorët normalisht huaj t'i trajtojnë pa aq mirë sa i trajtojnë punëtorë shqiptar dhe ta shohin gjithmonë këtë alternativen e punëtorëve të huaj, sepse me ato problematika që kemi, me ato rritjet kostove, mendoj që është edhe një alternativë për të ndaluar ato kostot. Mesazhi im lidhet pak me komunitetin, me personat që vinë, globalizimin, gjithçka tjetër, por normalisht fokusohet e ajo fusha ime interesi që ka të bëjë me shëndetin, me sportin. Dhe flasim për sipërmarrësit që ndërtojnë, edhe Tirana shkon gati 2 milion metra katror hapësira që janë dhënë përmes lejeve dhe pavarësisht statistikave prap janë të mangëta se nuk pasqyrohen gjitha dhe nga ana tjetër hapësirat, terrenet sportive publike janë minimale gati zero. Ke apartamente që shiten me 4.000 euro metri katror, por nuk ke një fushë tenisi, nuk ke një fushë voleybolli apo një kënd sportiv për moshën e tretë apo për fëmijët. Organizata botërore e shëndetësisë sugjeron 9 metra katror për individ hapësirë publike, rekreative. Ne në Tiranë as 3 metra nuk shkojmë. Dhe kjo munges e komuniteteve, e lagjeve, mjafton të lidhet me atë shprehjen që thotë, nëse do të shikosh sa i gëzuar është një popull, shiko si qeshin dhe si luajnë fëmijët e atij populli. Dhe në momentin që ne kemi parë këtë gjë, që nuk luajnë, nuk ka lagje, nuk ka harmoni, nuk ka terrene sportive, duhet marrim masë që për çdo apartament që ndërtohet, nga ana tjetër të jetë një aktivitet dhe një formë rekreative. Miqtë e Bardazis, kjo ishte Bardazia për sonte, ndërkohë që unë dhe miqtë e mi të studios ju themi natën e mirë dhe faleminderit që qëndruat me ne, unë ju lë me njëherë nën shoqërinë e monologut të Erion Kristos.